Rreth 16.2 miliard lek apo afro 168 milion euro do të shpenzohen për sektorin bujqësor gjatë vitit 2026. Buxheti për bujqësinë është rritur me 1.6 miliard lek apo rreth 16.5 milion euro në raport me buxhetin fillestar 2025, por sërish mbetet në nivel të ulët me nevojat aktuale të këtij sektori për mbështetje, me qëllim zgjerimin e prodhimit, rritjen e cilësisë dhe eksportin. Por si shpërndahen këto para? Pjesa më e madhe e fondeve afro 7.7 miliard lek shkojnë për zërin e zhvillimit rural, ku përfshihet mbështetja direkte për fermerët përmes skemës së subvencioneve, prodhimi bujqësor, blegtoral, agroindustria e të tjera. Në këtë zë janë shtuar rreth 500 milion lek apo 5 milion euro në raport me vitin e kaluar. Ndërkohë, një zë të rëndësishëm në buxhet zë menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, program për të cilin janë akorduar 3.6 miliard lek. Shtesa e fondeve për vitin 2026 për ujitjen dhe kullimin është rreth 7 milion euro. Afro 2.9 miliard lek do të shkojnë për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, një sektor që ende është problematik, pasi gjatë vitit të fundit disa ngarkesa të destinuara për eksport janë kthyer pas për shkak të normave të larta të pesticideve të përdorura. Edhe në këtë zë rezulton një shtesë fondesh prej rreth 3 milion eurosh. 580 milion lek është buxheti që do të shkojë si mbështetje për peshkimin, i cili ka pasur një rritje shumë të lehtë nga viti i kaluar. 819 milion lek për këshillimin e fermerëve dhe informacionin bujqësor, me një shtesë prej 60 milion lekësh dhe 25 milion lek për menaxhimin e qëndrueshëm të tokës bujqësore. Rritja e buxhetit për bujqësinë kompenson edhe politikën e re fiskale, e cila ka për qëllim të mbështesë dhe lehtësojë fermerët nëpërmjet rishikimit të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësor, duke prezantuar një normë dhe procedurë të re të kompensimit për fermerët. Përmes kësaj skeme, fermerët do të kompensohen me një normë prej 10% për tatimin mbi vlerën e shtuar, e paguar për blerjen e mallrave dhe shërbimeve në funksion të realizimit të aktiviteteve të tyre prodhuese bujqësore. Efekti financiar është vlerësuar në rreth -1.5 miliard lek.